Kapitulli, nganjëherë, më fal nuk mjafton kur dëmi është bërë. Rrëfimi i një shpirti që nuk e ndjen më premtimin e ndrejqjes. Ka fjalë që peshën e mbajnë si një pend, dhe ka fjalë që peshën e hedhin si një gur mbi zemrën e njeriu. Më fal është ndërto e thjesht, e butë në tingull, por shpesh e zbrazët. Sepse kur plagët janë të thella, kur gërvishtjet kanë kaluar në kock, ajo fjalë nuk i rikthën kohët që janë rënuar. Nganjëherë dëmi është bërë. Është aty, në trupin e raskapitur emocionalisht. Është në buzët që nuk qeshin më njësoj, në sytë që nuk shohin më me besim. Është në zemrën që, edhe pse rrej ende, e ka humbur ritmin e dikurshëm të qetësisë. Më fal e thonë shpesh ata që e shkaktuan dhimbjen, jo sepse e kuptojnë, por sepse ndihen në faj. E thonë për të larë ndërgjegjen e tyre, jo për të shpëtuar atë që u thye. Por jeta nuk është një lojë ku çdo gabim zhbëhet me një fjali. Ka gjëra që thuhen dhe nuk harrohen. Ka gjeste që nuk fshihen me lodh dhe ka net që mbeten përgjithmonë pa gjumë. Kur të thonë më fal pas një tradhtie, pas një dhune, pas një braktisje, shpesh është shumë vonë. Sepse ndërkohë që fjala u shqiptuar, dëmi është rrënjosur. Ai ka ndryshuar mënyrën si njeriu sheh botën, si afrohet të tjerëve, si I mban krahët, gjithmonë gjysmë të kryqëzuar, gati për të mbrojtur. Jo, nuk është çështje inati. Nuk është mungesë faljeje. Është thjesht një e vërtetë e rënë, nganjëherë nuk ka kthim mbrapa. Disa gjëra nuk kthehen më në vend, sepse ishin themel I ndërtuar mbi besim, dhe kur ai themel shembet, gjithçka bie bashkë me të. Më fal është I mirë kur thuhet me zemër, por kur përballë ke një shpirt të coptuar, nuk ka fjalë që e mbledh më atë që është bërë grims. Nganjëherë, gjithçka që mbetet është heshtja, dhe një mësim I dhimbshëm, fjala më fal nuk është gjithmonë çelësi I shërimin. Fundi I kapitullit. Sepse jo gjithmonë ka një fillim të ri. Disa histori përfundojnë aty ku nis dhimbja. Dhe mbijetesa nuk kërkon falje, por forcë për të jetuar përtej saj.